Sipas të dhënave të fundit të publikuara nga Instat, popullsia e Shqipërisë në datën 1 janar 2025 rezultoi të ishte rreth 2.3 milion banor. Krahasuar me një vit më parë, kjo përfaqëson një rënje prej 1.2% në numrin e banorëve, duke konfirmuar vazhdimsinë e tendencës negative që e ka karakterizuar vitet e fundit. Megjithatë, shtesa natyrore për vitin 2024 ka qenë pozitive, me 1208 lindje më shumë se sa vdekje. Kjo nuk ka mjaftuar për të ndaluar rënjen e përgjithshme të popullsisë. Faktori që vijon të kenë ndikimin më të madh është migracioni. Edhe pse gjatë vitit 2025 migracioni neto mbeti negativ me një dalje prej 28.836 personash jashtë vendit, kjo është një shifër më e ulët në krahasim me vitin pasardhës. Mbetet një tregues shqetësues për strukturën demografike të vendit. Kjo pasqyrohet edhe në rritjen e moshës mesatare, e cila është rritur nga 43.5 në 44.3 vjeç. Popullsia shqiptare po plaket dhe ky fenomen është gjithnjë më i dukshëm në të gjithë treguesit demografik. Ndërkohë, raporti varësisë për të rinj ka pësuar një ulje të lehtë duke kaluar nga 23.9% në 23.8%. Në të njëjtën kohë, raporti gjinor tregon se në vend ka 97.8 meshkujt për çdo 100 femra, një disproporcion që lidhet kryesisht me faktin që meshkujt emigrojnë në përqindje më të lartë. Nga ana tjetër, raporti varësisë për të moshuarit është rreth 33%, duke treguar se popullsia në moshë pune po mbar gjithnjë më shumë barrën sociale. Në nivel rajonal, qarku i Tiranës ka shënuar një rritje të lehtë të popullsisë me 0.2% krahasuar me një vit më parë. Kjo rritje vjen si rezultat i urbanizimit, përqendrimit të vendeve të punës dhe mundësive më të mira për arsimin që ofron kryeqyteti. Nga ana tjetër, qarqet veriore vijojnë të shënojnë një rënje. Shkodra ka humbur 2.5% të popullsisë, ndërsa Kuksi 2.3%, duke u renditur ndër zonat me të kurrjen më të lartë demografike. Tirana mbetet zona më e populluar e vendit, duke përfshirë 32.2% të popullsisë totale shqiptare. Pastaj qytetet si Fieri dhe Elbasani zën përkatësisht 9.9% dhe 9.6% të popullsisë, duke ruajtur një peshë të konsiderueshme në shpërndarjen gjeografike të banorëve.